Në kryeqendrën e shqiptarëve Bronx, New York, Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra promovoi librin e ambasador William Walker Reçaku, Historia e një krimi lufte. Reçak, historia e një krimi lufte nga William Walker, u promovua nga Vatra në New York. Shqiptarëve Bronx, New York, Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra promovoi librin e ambasador William Walker, Reçak, historia e një krimi lufte. Ndërsa drejtuesit e Vatrës, Vatran dhe pjesëtarët e komunitetit, përfshirë komandant Gani Shehun dhe ish luftëtarët e batalionit Atlantiku, nderuan ambasadorin William Walker në këtë takim, ku promovua libri i tij Reçaku, historia e një krimi lufte. Ky promovim u shoqërua me një bashkëbisedim sot në Vatër, në kujdesin personal të kryetarit të Vatrës, zotit Elmi Berisha. Në rastin e promovimit të këtij libri, Reçaku, një rrëfim për një krim lufte, pas fjalës së mirëseardhjes nga mikpritësi zoti Berisha, folën dhe pjesëmarrës të tjerë. Në këtë promovim morën pjesë liderët të komunitetit, aktivistë të dalluar, gazetarë, artistë dhe studentë, si dhe veprimtarë të komunitetit nga Washingtoni, miqtë e pandarë të ambasadorit William Walker, Sab Gashi dhe të tjerë. Mori pjesë edhe përkthyesi ekskluziv i ambasadorit William Walker, Hasan Salihu, i ardhur posaçërisht për të marrë pjesë në aktivitetet për librin Reçaku, një rrëfim për krimin lufte. Në këtë promovim morën pjesë liderët të komunitetit, aktivistë të dalluar, gazetarë, artistë dhe studentë, si dhe veprimtarë të komunitetit nga Washingtoni, miqtë e pandarë të ambasadorit William Walker e të tjerë. Ky promovim u shoqërua me një bashkëbisedim në Vatër në kujdesin personal të kryetarit të Vatrës, zotit Elmi Berisha, i cili dhe e moderoi këtë aktivitet. Zoti Berisha, në cilësinë e Ciceronit, surprizoi mikun e madh të shqiptarëve, ambasadorin Walker. That's how far we go. I had no idea. I thought This is Konitsa, one of the founders, with Noli. Noli and Konitsa found Vatra, both intellectuals. He spoke and he brought fluently 12 foreign languages, same as Noli. Ai, duke uruar ambasadorin dhe bashkëshortën e tij, i uroi mirëseardhjen në shtëpinë e Vatrës nëpërmjet postereve të fotografive të ekspozuara në dy anë të sallës, duke i treguar historinë 113 vjeçare të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra. Had a long life. I think he lived what, 99 years. That's a great picture. This is the band. This is there's a mandatory. I don't know if they still do. The president invites once a year or 2 years minority religious minority and then take them for lunch. Walker, i mahnitur me historinë e Vatrës, na tha se herën e fundit që erdha në New York për 100 vjetorin që Vatra kishte organizuar, ishte një pritje e madhe. Vatra sot, tha ai, është një histori e gjallë e ruajtur për më shumë se një shekull, me shumë kujdes për të treguar rolin dhe kontributin e vatranëve. Kjo është shtëpia e shqiptarëve në New York që bën shqiptarët të jenë krenar, dhe më duhet të them se Vatra është një shtëpi shumë resalense edhe për mua. Ambasadori Walker po ashtu gjeti rastin të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin Berisha. Më impresionoi me këtë pritje, që për mua do të jetë mbresalense. Ai më tregoi fotografitë në mure dhe më shpjegoi se çfarë ishin ato, mbasi nuk e kisha iden. Kjo është hera e parë që pash nga afër historinë e shqiptarëve të Amerikës, atë rolin dhe kontributin e tyre për liri e pavarësi dhe demokracinë në Shqipëri, tha ai. Father Peter from Zoja Shkodrës and Imams Akim Karagjossi, former president of Vatra.
And this is Konica, Ambassador Konica, in Washington, D.C., at the Mayflower Hotel. Okay. That's what he stayed, actually. And King Zog paid for his expenses. He was ambassador of Albania for a time. Then after they went bankrupt, and State Department, as a matter of fact, paid for his expenses. He was so loved and respected by the state government and the Congress and Senate. He was known. He was one of the rectors of ambassadors for 6, 7, I think 10 years. He was chief rector for all the ambassadors in Washington. Yes. And this guy, I don't know if you know this guy, but he met the Pope. And that is me. That's me, ambassador. You're not a Catholic. Përjetimet personale dhe vlerësimin për rolin e ambasadorit Walker në lidhje me aktin që ndryshoi rrjedhjen e historisë, i cili çoi drejt njohjes pamërsisë së Kosovës, u dhanë edhe nga sekretari i Vatrës Dr. Pashko Camaj. Great honor and distinct pleasure for me and for all of us Vatrans to welcome a great man, a great friend to all Albanians, friend of Kosovo, dear Ambassador William Walker and his wife Nelly. We are honored to have you here at Vatra with 113 years of history, bridging the gap between our two people, our shared values, American and Albanians. Hopefully we'll be here another 150 or 200 years. But we're not here to talk about Vatra, we're here to talk about you and your contribution to history of our people, to our great achievements in the last we all, and then later we'll have a quick session. We'll all talk, and we'll have a chance to talk with the ambassador, and we'll take it from there. But thank you so much, and welcome all of you. It is an honor to be here today for a special gathering, special event, and this is one of the most important individuals in our modern 21st century history for Albanians. It goes back. Në rastin e promovimit të këtij libri, Reçaku, një rrëfim për një krim lufte, pas fjalës së mirëseardhjes së mikpritësit kryetarit të Vatrës, zotit Elmi Berisha, ai lexoi përshëndetjen e mirëseardhjes. Faleminderit, ambasador Walker. Kryetari i Vatranëve tha se sot kam nderin dhe privilegjin e veçantë të organizoj këtë takim që shkon përtej promovimit ceremonial të librit, sepse sot ne shpërblim një haraç më shumë se një kujtim personal apo një rrëfim historik. Ky libër me aktin e papërsëritshëm të asaj ngjarje është një testament moral, një akt i fuqishëm guximi për të thënë të vërtetën përballë pasojave të rënda të kohës. Libri dhe ngjarja e verifikuar e 26 vjetëve më parë në Reçak shërben si një mësim për mbar njerëzimin. Berisha tha se libri i ambasadorit William Walker Reçak, historia e një krimi lufte, qëndron si një dokument i gjallë i një momenti që ndryshoi përgjithmonë historinë e Kosovës dhe zgjoi ndërgjigjen e botës demokratike. Ky libër zhytet thellë në dhimbje njerëzore, fuqinë e drejtësisë dhe nevojën thelbësore për të mos harruar kurrë. Me penën e një diplomati dhe me zemrën e një humanisti, ambasadori Walker na ofron një dëshmi të fuqishme dhe të panshme të asaj që ndodhi më 15 janar 1999 në Reçak. Ai shkruan një vetëm për atë që ndëshmoi në mesytë e tij, por edhe atë që ndjeu në shpirt dhe atë moment kur e deklaroi fjalën që të gjithë e mbajnë mend aq mirë, kjo është një masakër, ai nuk bëri thjesht një deklaratë, por ai zgjoi ndërgjigjen e botës për një popull që kërkonte lirinë e tij. Ky libër, vazhdoi ai, është më shumë se një analizë, është një udhtim në jetën dhe shërbimin diplomatik të një njeriu që nuk u përkul heshtjes, që nuk e zbuti të vërtetën për hir të protokollit dhe në vend të ftohtësisë së raporteve burokratike zgjodhi vështirësitë të rënda e qëndrimit të tij personal në krah të së vërtetës dhe në anën e drejtësisë. Por, tha Berisha, në një kohë kur përpjekjet për të mohuar krimet e luftës janë të pranishme në diskursin publik, si në nivel rajonal ashtu dhe ndërkombëtar, ky libër përforcon kujtesën tonë të kolektive, shërben si një buim arsimor për brezat e rinj dhe një mbrojtje kundër manipulimit të së vërtetës. Andaj, tha kryetari i Vatrës, Kosova do të jetë përgjithmonë mirënjohëse ambasadorit William Walker, nga se ai në janar të vitit 1999 ishte përfaqësues ndërkombëtar, shef i misionit verifikues të Kosovës, në atë kohë u bë dëshmitar i së vërtetës
e më pas simboli i integritetit njerëzor në kohë të errta. Ai është një mik i dashur përgjithmonë i popullit shqiptar, ndërsa ky libër kurorëzon lidhjen e thellë shpirtërore mes tij dhe popullit të Kosovës. I botuar në 26 vjetorin e mizorisë së Reçakut, libri i tij na frymëzon të gjithëve që të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi, të mos harrojmë kurrë të kaluarën dhe të ndërtojmë një të ardhme të bazuar në të vërtetën dhe dinjitetin njerëzor. Faleminderit ambasador Walker për gjithçka që ke bërë, veprimet tuaja, qëndrimin tuaj të vendosur dhe mbështetjen e vazhdueshme. Përfundoi fjalën e tij kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës së Vatra, zoti Elmi Berisha. Serves as an educational resource for younger generation and shield against the manipulation of the truth. Dear friends, Kosovo will be forever grateful to Ambassador William Walker. In representative, the head of Kosovo verification mission. At that time, he became a witness of the truth and the symbol of human rights integrity in dark times. He's a dear friend of the Albanian people forever. This book crowns the deep spiritual connection between him and the people of Kosovo. Published under 26 years of Rachak atrocities, his book inspires all of us to continue seeking justice, to never forget the past, and to build a future based on truth and human dignity. Thank you, Mr. Ambassador. Ambassador Walker makes me feel that for as long as there are people like him in this troubled world of ours, Ambasador Walker, ju përshëndes zotëri, është vërtet kënaqësi, ashtu si gjithmonë, që shihemi sot në këtë vatër. Mua, duke qenë në praninë e ambasadorit Walker, më bën që të ndihem se përsa ka njerëz si zoti Walker në këtë botë të trazuar tonën, ka shpresë për njerëzimin. Të qenit në praninë e tij më rikthem besimin tek njerëzimi. Jemi të nderuar dhe të privilegjuar që ju kemi sot këtu me ne, ambasador Walker. we are here also to express our gratitude to Zonja dhe zotëri, jemi këtu sot për të promovuar një libër të mikut të madh të Kosovës dhe kombit shqiptar, ambasadorit William Walker. Një libër që duhet lexuar nga çdo shqiptar kudo, një dëshmi e dorës së parë nga një diplomat amerikan i cili tregoi botës për krimet serbe kundër njerëzimit në një fshat të vogël të quajtur Reçak të Kosovës. Por ne jemi këtu edhe për të shprehur minjorën tonë për ambasadorin Walker, për të falenderuar atë për vendimin e guximshëm që të shkonte në Reçak atë ditë të ftohtë të janarit, ku zbuloi masakrën e 15 janarit 1999 e ku forcat terroriste serbe kishin masakruar 45 civil shqiptar dhe më pas përmes një konference për shtypjen vendos dhe botëror, zoti Walker denoncoi para botës atë që kishte parë me sytë e tij në Reçak, një masakër dhe një krim kundër njerëzimit. Ambasadori Walker do të na thotë se vajtja e tij në Reçak atë ditë ishte një ditë jo vetëm që ndryshoi jetën e tij, por ndryshoi përgjithmonë dhe të ardhmen e Kosovës dhe të Ballkanit. conference afterwards. Tani për ata që din diçka se si vepron burokracia qeveritare, dim se William Walker, i cili udhëqi misionin verifikues të OSBE-s në Kosovë në atë kohë, prite që të kishte kërkuar leje nga lart për të mbajtur konferencën për shtyp në Prishtinë, me qëllim për t'i treguar botës se çfarë pa në Reçak. Someone, for whatever reason, would to Rachak that day. Just imagine, the world would have never learned about the massacre in Rachak, and as a result, God knows what the future of Kosovo would be today. So many what-ifs. But it was Ambassador Walker who decided to go to Rachak. As a result, I remember the reaction was very quick in Washington to what Mr. Walker was reporting about atrocities of Serb forces against Albanians in Kosovo. I remember how the whole government, US government that is, reacted by mobilizing to deal with the situation after the massacre in Rechak. Let me tell you, Mr. Walker's press conference denouncing the Rechak massacre as a crime against humanity shook up the official Washington and the world. I remember that as director of European Division of the Voice of America at the time, I attended almost every interagency meeting dealing with Kosovo at that time, so I know what
you were reporting and what everybody was listening to. So the purpose was to urgently coordinate activities among US government agencies as well as with US allies in Europe and throughout the world to stop the bloodshed in Kosovo. At that point, there was no doubt in anybody's mind that what Ambassador Walker was reporting was a mass murder at Rechak and would become a turning point in the history of Kosovo's crisis. But here we are today, 26 years later, tragic events indeed that led to the liberation and independence of Republic of Kosovo in a permanent friendship and alliance and a shared commitment to truth and justice with the United States. So, my friends, Ambassador Walker's book, Rechak, the Story of a War Crime, is a huge document and a monument to the truth about the Serbian crimes against Albanian civilians in Kosovo. Since this is being recorded, I'm calling for every Albanian family should have this book in their library. That's the least that we can do today to express our gratitude, our thanks and admiration for all that Ambassador Walker has done and continues to do for our people. Mr. Ambassador, we wish you good health and a long life so that you can continue to tell the truth about the Rechak massacre. Thank you, my friend. Walker, honorable representative of Batra. Nga pikpamja diplomatike, data e masakrës së Rechakut shënon momentin e krijimit të diplomacisë njerëzore, tha ambasadori Bleri Mreka, shefi i misionit të Republikës së Kosovës në New York. Misioni verifikues i Kosovës i krijuar në tetor 1998 zgjoi diplomacinë e heshtur perëndimore, pohoi ai. Start of genocide of Serbia against Kosovo. Ambassador Walker chose to speak about the truth and just the truth. He did not choose what his colleagues in Belgrade at the time chosen to not speak about all massacres which was held during the war in Kosovo. Ngjarjet historike dhe personalitetet historike flasin vetë ty. Një ngjarje historike ndër më të rënda në historinë e Kosovës është sigurisht gjenocidi në Rechak dhe një personalitet faq historik është pamundyshje ambasadori William Walker. Me ambasadorin Walker njiheshim para 26 vitesh. Atëherë ai si ambasador dhe shef i misionit verifikues të OSVE-s, i cili mision ishte negociuar me Miloševićin dhe Holbrookun me 13 tetor të vitit 1998. Vetë marrja e përgjegjësisë edhe kësaj detyre kaq të rëndë dhe kaq komplekse nga ambasadori Walker në ato rrethana, kur kolegët e tij në Beograd takoheshin me autorin dhe urdhëruesin e gjenocidit, ky duhej të shkruante raporte dhe ta tregonte vërtetën në Prishtinë. Prandaj është ambasadori Walker ai që tha atë që nuk e thoshin të tjerët. Është ambasadori Walker që në dimrin e acar të janarit në Rechak për t'i treguar të vërtetën se çka po ndodhte në Kosovë. Ai zgjodhi të vërtetën në vend të privilegjeve diplomatike. Ai dinte se misioni i tij do të ndërpritet, ai do të dëbohej siç u dëbua. Por ai foli vetëm të vërtetën. Pse e them këtë? Sepse në një mënyrë ambasadori Walker e zgjoi diplomacinë e heshtur perëndimore dhe e zgjoi përgjumjen e atyre diplomatëve që shërbenin në Beograd sikur të ishin kancellarë të Miloševićit. Ambasadori Walker jo rastisht bëri kthesën historike në Kosovën e harruar pas Daytonit të vitit 1995. Kancellaritë kombëtare mendonin që u kryi lufta në Bosnjë dhe se Kosova do të vazhdojë të jetë për Serbinë dhe se ai popull i Kosovës do të adhurojë çizmën ushtarake serbe. Prandaj po them, pas deklaratës së tij me 15 e 16 janar të vitit 1999, u konvokua konferenca Rambujës. Pas konferencës së Rambujës dhe mos nënshkrimit të marrëveshjes së Parisit nga Serbia, pasoi bombardimi i NATO 78 ditë. Pas bombardimit të NATO-s, Serbia u detyru të kapitulonte
dhe të nënshkrujtë marrëveshjen tekniko-ushtarake me NATO. Pas asaj u vendos NATO në formën e KFOR-it në Kosovë dhe pas asaj u shpall pavarësia me 17 shkurtimet. Pra çdo herë pas. Por dikush duhet ta bënte hapin e parë. Dikush duhet të thënte klishet e ngurta diplomatike për t'i treguar botës se çka po ndodh në Kosovë. Prandaj, por mos ta zgjatur se duket të kisha pa pak se 2 minuta. Unë një në emër të Republikës së Kosovës, në emër të timit, në emër të Universiteti Sekretishme të Republikës së Kosovës, i falenderoj përjetësisht ambasadorit Walker. Aktit të tij historik dhe unë do thoya të drejtë njerëzor që krijojnë një diplomaci me fytyrë njerëzore. Prandaj ju kisha sugjeruar që ta bleni librin sepse këtu është testamenti i fundit diplomatik i një diplomacie të heshtur që toleroi gjenocidin në Kosovë. So, Honorable Ambassador Walker, God bless you, God bless the United States of America, and God bless Kosovo. Ju falenderoj për. You are our strength, you are our wisdom, you are everything. Yes, Ambassador. Listen. She knows you're Why I'm saying that, Ambassador? Up to that point, or that day, when you said, here is what I saw. I saw a massacre. I saw crimes against humanity. It changed everything. Up to that day, Serbia was getting away with lies, propaganda. They were able even to brand children, 12 years old children, as terrorists, and they got away with it. On that day, you destroyed Serbia. You destroyed their propaganda, not Serbia, because Serbia is different. But their propaganda, because everything what Serbia does, lies, propaganda all the time. So thank you for that. And we can never be thankful enough for that day, because that triggered and gathered everybody and all the democratic countries to understand that with Serbia there is only one language, the language of force. Your statement put the bombing of Serbia over the top. It was pretty close, but without your statement, probably would have happened. So thank you again. Vatra, and they went there and they solved their purpose and served their purpose, and none of them returned home. They all stayed there, fought, and perhaps majority of them died from war, and maybe some from natural death. But I mention this because here in this room we have same people, just happen to be 100 years later, that did and made the same contribution for Kosovo war. And they are Battaglione Atlantico, they're today with us. They're sitting right here. But even your behalf, Mr. Ambassador. Komandant, nëse ki për vullnet ki thonë dy fjallë, u cili ta keni për të shirë dytë, ju keni privilegjet pa caktuar. Please. Është vërtet nderat e ambasador. Nderat dhe kënaqësitë jam këtu, posaçërisht në këtë event që ka të bëjë me një personalitet të shuar që e ndryshoi, e thatë edhe ju para folësit, e ndryshoi historinë shqiptare, e ndryshoi për të mirë, e dha shtytjen e fundit, parën dhe të fundit, hap mas hapi për të mirën e Kosovës, për të mirën e lirisë dhe të pavarësisë së vendit tonë. Unë e kujtoj vitin 98 kur ambasadori Walker ishte shef i misionit të OSBE-s në Kosovë dhe në atë kohë në jeshtën e Bonn, vitin 98, ushtria shtimtare e Kosovës ishte një krizë të madhe, edhe pikërisht roli ambasadorit edhe kontaktet e tij me njerëz të luftës me ushtrimin shtimtar të Kosovës bëri që ushtria shtimtare e Kosovës të riorganizohet dhe thash ishte një krizë
për shkak të ofensivës madhe të verës së vitit 98 unë isha në fundit e luftës në atë kohë, edhe në drejtim ambasadori Walker ka dhënë kontributin e çmuar që unë personalisht edhe në emrin të timin, në emrin të bashkëpunëtorëve dhe Mbështetjes Kombëtare të Kosovës kemi misionin falenderues për gjithmonë. Edhe pjesa tjetër, masakra e Çakut, ngjarja e para 26 viteve, ishte ajo vendimtarja që e ndryshoi historinë e shqiptarëve dhe posaçërisht Kosovës me atë intervistën e mëparshme për masakrën që bota e kuptoi vërtetën për krimet dhe gjenocidin që ndoi shqiptarëve dhe Kosovës. Posaçërisht e them një falënderim në emrin të Mbështetjes Kombëtare të Kosovës dhe timin si luftëtar i lirisë që ambasadori Walker gjithmonë gjithë këto vite që e njohon për më shumë se 2 dekada gjithmonë ka qenë dashamirës, ka qenë mbështetës edhe përkas i luftës së drejtë të Mbështetjes Kombëtare të Kosovës. Këtë e ka dëshmuar në intervista, e ka dëshmuar edhe në procesin e pa drejtë që filluan në Hag kundër krerëve të Mbështetjes Kombëtare të Kosovës. Thank you, Mr. Ambassador, for whatever you did for Kosovo and Albanians, and we wish you long life, and we're really, really honored to call you as a friend. Thank you. Në atë kohë ishte udhëhes i misionit verifikues në Kosovë me mandatet pasaveres. Dhe ky që sot merr pjesë në promovimin e librit të tij Çaku Histori e një krimi lufte, e ka bërë një përmendore për ata njerëz. E ka bërë të dihet dhe të ndëgjohet e vërteta e Kosovës, sepse në këtë libër flet për luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, flet për ecjet shëpullore të popullit shqiptar në luftë për liri, flet për shëban dhe aleatët që i bën krah luftës kombëtare të Kosovës, natyrisht se flet edhe për biografinë e tij. Këtu dhe tjera të dhëna na e ka thonë në librin e tij, i cili që thënë paraforqet jo vetë që duhet ta kemi secilin në shtëpi, po duhet që ta ruajmë me xhelozin më të madhe. Pikrisht, thënë ati, apo ta quajmë me gjuhën tonë, kushtrimi i tij bëri që edhe Evropa të kthejë syt nga një popull, nga populli shqiptar, i cili dëshiron të jetë i lirë dhe të jetojë në shtetin e vet. Unë nuk do të zgjatem se me të drejtë organizatori na kufizoi, por do të them 2 gjëra shkurtazi që ambasadori Walker jo vetëm që të gjitha atributet që thënë dhe mbrandi, po i takon edhe një vërtetë e madhe që a di pikrisht ky e ka organizuar rrimin aty në 45 dëshmorëve në mënyrë më dinjitoze, në kushte shumë të vështira, nga 3 shpika ishte ushtria serbe dhe jo vetëm me armë të rënda artillerike, po dhe me pushë automatike mund të na gjunin. Kur ky e ka thonë të vërtetën dhe e ka përcjell përmes kamerës e një ish kolegu të televizionit të Prishtinës që atëherë punonte për Associated Press, ka bë bumin më të madh. Ambasadori Walker me këtë libër aty në njerëzit për menimin tim unë ngriti një përmendore të këti rangu, ndërsa edhe një përse Kosovës ja dëshmoi të vërtetën e saj se ishte në luftë e drejtë. Ju faleminderit, thank you ambasador. A ditë e majman shumë mirë mi taku me të në qanë, ka qenë edhe ambasadorit, ndoshta ka qenë edhe dikush në këtë salë, por e majman një burr energjik, të sakt, dinjetoz, të papërtushëm, një burr i cili e shënonte vetëm të vërtetën dhe e plasoi në opinion. Ju faleminderit. I'm privileged and thankful to my God that allowed me to meet Ambassador in late 90s. As a member of National Albanian American Council, the way he presented our case to the international community, and he told us that
without any doubt that we will win. I do remember in 2001, as the head of the delegation, we went in behalf of State Department to observe free elections in Kosovo. With the Congressman Elliot Engel. We were around 10, 11 of us. And before the plane touched down in Pristina, the pilot announced, said, among us is Ambassador William Walker. Everyone shared, we were happy. And calling you just ambassador, I don't think it's enough. You're a true hero of our people. I don't know how long God's gonna allow you to be among us. But whenever you go, I want you to know to leave millions behind that they love you too. Doktor Skënder Mirtazani, kryetari i degës Vatra Queens, post një vlerësimi historik që i bëri librit të ambasadorit Walker në këtë qytet, ai premtoi atij blerjen e 1000 kopjeve të librit të Reçak, historisë e një krimi lufte. About your role as a diplomat. Your diplomacy was so wonderful. You had a beautiful instinct, which rare our today's diplomats have, when you knew when the dirty politics ends and the truth has to prevail. You opened the door to all our administration to think differently, because they saw and they faced the truth and what's happening in the Balkans. That was one of the greatest things, but not only that, you reminded also United Nations when they make a horrible mistake with Resolution 1389, if I'm not wrong, when they banned the buying of weapons, the armament of everybody in Yugoslavia. Serbs, they didn't have to have a ban. They already had the arms. Kosovo suffered, and I think in the name of every Albanian who now we use the word love and long life, healthy life, and good quality of life. And thank you so much. Thank you. Mr. President, I forgot to mention, I'm a president of a branch of Vatra Queens, and we are taking 1,000 books Ambasadori Walker, diplomat karriere 40 vjeçare dhe ish shefi i misionit verifikues të Kosovës, përsëriti me modesti se ai nuk ka merit të veçantë dhe se ajo jo takon luftëtarëve të lirisë dhe popullit të Kosovës. Përgatitja e këtij libri ka qenë qëllimi im prej shumë vitesh, ku kam dashur të them historinë e karrierës sime diplomatike dhe historinë e Reçakut. Në fund të viteve në 1990, në konfliktin Serbi-Kosovë, disa elemente të brendshme dhe të jashtme u ngjizën për të bërë të mundur ngjarjet që pasuan deri në fushatën e bombardimeve të NATO-s, tha ambasadori Walker. Oratorët u vlerësuan këtë libër jo vetëm si një dëshmi historike e ngjarjeve tragjike që ndodhen në Kosovë, por e quajtën atë një testament që ka përcjell kufin të kujtesës dhe dokumenton të vërtetën e dhimbjes dhe sakrificës së popullit të Kosovës. Libri, thanë ata, është një thirrje e fuqishme që historia e Kosovës të mos përsëritet. Reçak, historia e një krimi lufte nga William Walker, ngjarja që ndryshoi të ardhmen e Kosovës. Librat më shumë se sa të mos harrohen emrat e autorëve, shkruan për të mos harruar edhe ngjarjet e rëndësishme historike, të cilat vendosën përfatin përfundimtar të popujve në trajektoren e historisë. I tillë është edhe libri në fjalë i shkruar nga ambasadori William Walker, Reçak, historia e një krimi lufte, i botuar nga shtëpia botuese Dugagjini. Të shkruash një libër duke ekstrahuar fikimet e një kohe në zgrip, ti përjetosh ristazi të gjitha ato ngjarje të një tragedie të madhe njerëzore, ta rikonceptosh ecejakun diplomatik, gjeopolitik dhe ndërhyrjen dhe ndërsyrjen për një shkatrim ushtarak të ish Jugosllavisë së Miloševićit, është një përpjekje intelektuale dhe shpirtërore e pashojnë. Rrëfenja boshtore e këtij libri është masakra e Reçakut dhe roli i ambasadorit William Walker, atë botë shefi i misionit verifikues në Kosovë në kuadër të OSBE-s, ku më 15 janar 1999 forcat serbe masakruan 45 civil shqiptar.
kakofonia e fjalëve të tij në cilësinë e kësaj ngjarje si krim kundër njerëzimit dhe jo dënim dhune, si dhe vënia e drejtësisë në vend për të vrarët, do të ndryshojë përgjithësisht fatin e popullit të Kosovës. Në që rast do të jetë shkas i intervenimit ushtarak të NATO-s në Republikën Federale të ish Jugosllavisë. Libri Reçak, historia e një krimi lufte, në fakt është një autobiografi e ambasadorit Walker, në të cilën ai përshkruan jetën e tij që nga fëmijëria e deri në largimin nga misioni verifikues i OSBE-s nga Kosova. Ai është i ndarë në dy pjesë, ku pjesa e parë përshkruan autobiografinë e autorit nga fëmijëria e tij te karriera e tij 40 vjeçare në shërbim të jashtëm, përfshin misionet në Japoni, Amerikën Latine dhe Ballkan, ndërsa pjesa e dytë fokusohet në përvojën e tij në Ballkan, sidomos në misionet e Kombeve të Bashkuara dhe OSBE-s në Kosovë. Ambasadori William Walker përmes këtij libri përbën trajektorës së tragjedisë së madhe njerëzore që po përjetonte populli i Kosovës, i revokon edhe kujtimet rreth prapaskenave politike, pasigurinë dhe implikimin gjeopolitik të ndërkombëtarëve të masakrave dhe të forcave serbe ndaj popullatës civile në Kosovë. Të gjitha këto janë të përshkruara në formë të një narracioni linear, dinamik, në ndërthurjen e komplekseve të ngjarjeve, me që rast e mban lexuesin kurioz e ndërveprues deri në fund. Në vazhdim, në promovimin me shqiptarët e Amerikës, libri autobiografi Reçak, historia e një krimi lufte nga William Walker, ngjarja që ndryshoi të ardhmen e Kosovës, do të udhtojë në qendrat më të banuara me shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas New Yorkut, ky libër pret ndalesën e radhës që është planifikuar në Detroit dhe duke vazhduar gjatë gjithë vitit më vonë në Boston, Chicago, Philadelphia, Dallas e Phoenix. Ndërsa drejtuesit e Vatrës, përkatësisht kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, zoti Elmi Berisha, nderoi me medaljen e artë të lirisë heroin e Reçakut për rolin e tij, ambasadorin William Walker, atë botë shefi i misionit verifikues në Kosovë në kuadër të OSBE-s. Nderimi u bë me motivacionin Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra i jep me nderimet më të larta ambasadorit William Walker medaljen e artë të lirisë në mirënjohje të thellë për shërbimin e tij të shquar, guximin e palëkundur dhe përkushtimin humanitar në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, si dhe rolin e tij kryesor në ekspozimin e mizorive të kryera kundër popullit të Kosovës. Ky nderim vlerëson dhe kontributin e tij kryesor në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në këtë rast, edhe komandant Ganisheu, së bashku me ish luftëtarët e batalionit Atlantiku, e nderuan ambasadorin William Walker në këtë takim, ku u promovua libri i tij Reçak, historia e një krimi lufte. This honor also acknowledges his invaluable contribution to the journey toward the freedom and independence of the Republic of Kosovo. President of Vatra, Dr. Elmi Berisha. Thank you so much. Thank you. Compliment. Pas ndërtimit të librave dhe fotografive, në restorantin Çakor u ushtrua një drek për ndërta ambasadorit William Walker. We're gonna take
përsëritet për televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alt TV USA nga Bronx, New York, Bekir Sina. One more picture. We're gonna take picture.